Shikuesa ABC News ju përshëndes të gjithëve, jemi së bashku në këtë transmetim të drejt për të njohur me zhvillimet më të rëndësishme dhe pa dyshim do ndalemi me njëherë te operacioni i përbashkët ndërkombëtar ku është eliminuar një linjë trafiku droge që niste nga Amerika Latine për në Europë, Shqipëri e Turqi. Paratë e fituara pastroheshin në Shqipëri. SPA ka dhënë masa arresti kombëtar dhe ndërkombëtar për 100 persona. Sekuestrohen 10 prona e asete, mes tyre edhe një televizion në Vlorë, si edhe 3 milion euro kesh. Dumani e quan një rezultat të shkëlqyer bashkëpunimin ndërkombëtar dhe bën thirrje që publiku të mbajë besimin ndaj SPA-k. Operacioni gjerë ndërkombëtar kundër një rrjeti të strukturuar kriminal të trafikut të drogës është zhvilluar të mërkurën nga autoritetet italiane në Bari dhe në Shqipëri, në bashkëpunim me SPA-k dhe policinë shqiptare. Në vendin tonë është goditur një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri që merret me trafikun e kokainës dhe të heroinës. Në total janë lëshuar 52 masa sigurie, ndërsa nga këto masa janë mundur të ekzekutohen 40 prej tyre që janë me arrest me burg. SPA-k thotë se gjatë këtij operacioni të përbashkët janë sekuestruar pasuri me vlerë 15 milion euro, konkretisht 3 restorante në Durrës, një bar kafe, 6 biznese, si dhe një televizion lokal. Operacioni ka nisur që në vitin 2022, ndërsa janë marrë të dhëna nga Sky ECC. SPA-k ka dokumentuar shtrirjen e aktivitetit kriminal që fillonte në Shqipëri, në Pulja të Italisë dhe në vende të Bashkimit Evropian si Gjermania e Holanda. Krahas të dhënave dhe përgjimeve, në hetime janë marrë të dhëna edhe në platformat Sky ECC dhe platformat të tjera të enkriptuara. Në total, janë dokumentuar 30 episode të trafikut të kokainës, 10 prej të cilave në Shqipëri, por edhe në Holland e Gjermani. I rikthehemi edhe një herë për të ndjekur drejt për drejt të konferencës së përbashkët për shtyp të SPA-k dhe antimafias italiane. Çdo hetim është një hetim më vete. Në këtë hetim të veçantë në territorin italian nuk ka të përfshirë zyrtar shtetëror ose nuk janë verifikuar episode të korrupsionit. Nuk do të thotë që në vendin tonë nuk verifikohen episode të pjesëmarrjes dhe bashkëpunimit me forcat e policisë apo të aparatit politik administrativ. Natyrisht, për të bërë gjithë këtë, duhen bërë verifikime dhe në këtë rast specifik nuk kanë rezultuar episode që janë verifikuar në territorin tonë. Por kjo nuk do të thotë që në Itali mungojnë non siamo investiti anche da fenomeni di questo fenomenet e këtij tipi. In altre indagini në hetime të tjera naturalmente emergono episodi sia che kanë rezultuar episode që përfshin aparatet të politikës dhe administratës, delle forze di polizia, si dhe përfshirja e forcave të policisë apo kategorive të tjera. Tani, një sekund, edhe 5 minuta kemi në dispozicion, edhe do i ndajmë pyetje. Një pyetje Glidona, një pyetje Mondi. Kush ka kërkesë tjetër për pyetje? Keti, përpiqemi të ezaurojmë pyetjet në 5 minuta. Më falë, Daniela, prokuroria e çështjes mund t'jap në vijim të përgjigjes së zotit Kalbona, mund t'jap. Grazie. Në aktivitetet të tjera hetimi, në operacionin Kulmi, gjithmonë ekzekutuar në kuadër të skuadrës përbashkët e hetimeve të SPA-k, ka qenë dhe në Itali një pjesëmarrës nga forcat e rendit, që u sekuestrua një kamper ngarkuar me drogë, me arrestimin e këtyre 2 personave që kishin kamperin dhe arratisja e njërit të përfshirë, një subjekti tjetër, na lejoi që na dha informacione të rezervuara nga Italia dhe ky person është një zyrtar publik i cili është arrestuar dhe dënuar akoma jo në mënyrë definitive. Dhe hequr nga detyra, shkarkuar nga detyra. Kështu që ndodh dhe tek ne
të gjejmë këto episode. Dona? Da quando è iniziato questa attività di questo gruppo criminale? Atëherë të dhënat e administruara gjatë hetimit të Dati gestiti dalle procesimit penal, indagini, të dokumentuara, documentati, neve kemi nga viti 2020 deri në vitin Dal deri tani, 2020 2025. fino ad oggi. Pastaj informacioni është punë tjetër, por të dhënat administruara gjatë hetimit është Dati 2020-2025. registrati partono dal 2020. Edhe të gjitha këto sekustrimi janë kryer në këtë periudhë, pra Tutti i 2020-2025. sequestri sono stati realizzati durante questo periodo. Dore? In questo processo vi sono presenti un avvocato e due ufficiali della polizia. Diffidate nella Polizia di Stato e i ruoli concreti dell'avvocato e dei due ufficiali di polizia in questi episodi. Atëherë, për besimin që ka SPAK të policia e shtetit, ajo që mund të them dhe që ju jeni dhe dëshmitar, pasi jeni njohur pas here edhe me aktivitetin e SPAK, me hetimet e SPAK, arrestimin e disa punonjësve të policisë për fat të keq disa edhe të sferës së lartë, por siç do të them, do ta sqaroj, siç në aktivitetin 5 vjeçar të SPAK, ju po ashtu keni qenë dëshmitar të arrestimit edhe të prokurorëve, edhe të gjyqtarëve të lidhur me krimin organizuar. Nuk e di, besoj janë në to vite rreth 80 punonjës policie të proceduar, nuk jam shifrën e saktë, por pakën 80 janë punonjës policie të proceduar në vite nga SPAK. Por, pavarësisht kësaj, prokuri policia e shtetit ka në shumicë absolute punonjës policie të dedikuar për të ushtruar funksionet e tyre kushtetuese dhe ligjore dhe ne kemi bashkëpunuar dhe do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me policinë e shtetit. Korrupsioni është një plag, një fenomen që prek çdo institucion, çdo shoqëri dhe nuk i shpëton dot as prokuroria, as policia e shtetit. Ajo që kemi në dorë ne si institucion dhe gjitha agjencitë e tjera zbatimi i ligjit është që në rast se konstatojmë shkeljet e ligjit, të ushtrojmë ndjekjen penale dhe të vëmë përpara përgjegjësisë penale çdo person i cili jo vetëm krye një krim për cilin do marrë përgjegjësi, por kontaminon, helmon gjithë ambientin përreth në polici, në prokurori apo në gjykat, kudo qoftë. Këtë mund të them për këtë pjesë, pastaj për në teknikisht pyetja konsistante për dy policët dhe avokatin është zoti Mara ose zoti Prençi, njëri prej jush mund të jap përgjigje të Prençi, do të japësh ti përgjigje apo zoti Mara? Atëherë, sa i përket rolit të punonjësve të policisë shtetit, njëri prej tyre ka qenë i përfshirë si pjesë e grupit strukturato kriminal. Uno era incluso come parte del gruppo strutturato criminale. Pra, ne jemi gjithmonë në fazën e dyshimeve. In fase di dubbi. Faza e hetimit më teshën do përcaktohet qartësisht, por deri tani ka dyshime të arsyeshme se ka qenë përfshirë në grup strukturato kriminal me veprime aktive. È stato parte di questa attività. Ndërsa punonjësi tjetër, l'altro ufficiale, ka të bëjë me një episod të korrupsionit. È incluso in un episodio di corruzione o abuso d'ufficio. Per quanto riguarda l'avvocato, 4 episode të ushtrimit të ndikimit paligjshëm, 4 episodi tek zyrtarë di abuso d'ufficio. Duke përfshirë edhe zyrtarë të drejtësisë. Incluso anche sa i përket pjesë besimit, ashtu si shtetësisht dhe zoti Dumani, ne fatikisht policia e shtetit është në ndjenjën time 13.000 e më shumë persona, ka njerëz shumë të ndeshur, ka njerëz që kanë sakrifikuar çdo gjë për këtë vend dhe nuk mund t'i përballati ne as me 1, as me 2, as me 10 punës policie të përfshirë në. Non possiamo generalizzare Por çdo ditë me hetimet tona in attività criminali. Ne mundohemi që edhe deri diku të pastrojmë rradhët tona nga
element criminal, duke përfshirë dhe policinë e shtetit. Pulire tutte le istituzioni. Ka qenë në detyrë pyet? Kanë qenë në kohën e kryesëve penale, kanë qenë në detyrë. In carica nel momento del Vision Plus keti a një report, jo, Vision Plusi keti Visioni ju dhe Euronewsi dhe në fund Birni, si ke thonë. Ju thatë nga 5.000 në punës arrest janë ekzekutuar 22 qëtallëtore vjetë persona nuk janë lënë sot për para. Da 52 ordini avete nominato, misure di sicurezza avete nominato solo 42. Per quanto riguarda i 10 altri rimanenti, aktivitetin të cilit kriminal që në goditët të realizoj sërish. che cosa si farà con questi altri 10 senza misura di sicurezza? Ne thamë janë ekzekutuar 42, 10 nuk janë ekzekutuar. Nga ata 10 që nuk janë ekzekutuar, 2 kanë qenë dhe më përpara në kërkim për krime të tjera që kanë kryer. Domethënë praktikisht janë 8 masa të pa ekzekutuara, sepse 2 kanë qenë më përpara dhe më përpara në kërkim. Tani zoti Mara e tha, por nuk e di pse s'doni ta kuptoni. Ka masa sigurimi për cilët që janë lëshuar ndaj drejtuesve dhe nuk janë ekzekutuar, po ka dhe masa sigurimi që janë caktuar ndaj drejtuesve dhe janë ekzekutuar. Shtypi media merret kryesisht me persona që ka paktën për publikun apo për median janë të njohur, por në sa takon përbërjes së grupit, rolit të subjekteve në grup, jemi ne që përcaktojmë se cili është drejtues dhe cili ka rol të rëndësishëm dhe cili jo. Kuptohet duke marrë analizuar provat dhe rrethanat. Dhe siç tha edhe zoti Mara, ka dhe drejtues dhe organizatorë të cilët janë kapur në kuadër të këtij hetimi. A ekziston risku për të rifilluar aktivitetin kriminal? Ai riski është gjithmonë i mundshëm. Detyra e jonë, bashkërisht e autoriteteve italiane dhe autoriteteve shqiptare, është që të zhvillojmë hetime, një hetim model, siç e përmenda më parë, mes 2 prokurorive dhe me 2 Dias dhe Byros Kombëtare të Hetimit dhe Policisë së Shtetit dhe të bashkojnë forcat me qëllim që të mos këto grupe kriminale të mos gjejnë terren as në Shqipëri, as në Itali apo kudo tjetër në Europë. Është një sfidë e përditshme, nuk mbaron në një ditë patjetër, edhe nesër do përballemi edhe pas nesër dhe në vijim. Por ne jemi të përgatitur për të përballuar këto sfida. Keti. Dëshmitë e bashkëpunëtorëve të drejtësisë në këto operacione, pasi në çdo grup të strukturuar kriminal kemi bashkëpunëtorë. Quanto sono state importanti le testimonianze dei collaboratori di giustizia in questa indagine. Dhe tjetër e cili ishte? Pjesa 2? Jo, vetëm kjo. Le dichiarazioni dei collaboratori sono molto importanti. Deklaratat e bashkëpunëtorëve janë shumë të rëndësishme perché riescono a darci una descrizione sepse na japin një përshkrim dall'interno nga brenda i grupeve të organizuara. E costituiscono sempre dhe përbëjnë gjithmonë in ogni indagine në çdo hetim una delle preziose, anzi più preziose risorse investigative nga burimet më të çmuara të hetimeve për të kuptuar dinamikat dhe zhvillimet all'interno brenda grupeve kriminale. Non solo i cambiamenti che jo vetëm ndryshimet që gjithnjë dei fenomeni associativi i përkasin Mirë, jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, do të vijojmë të flasim në fakt për këtë operacion ndërkombëtar, finalizimet e të cilëve e kemi ndjekur deri pak çaste më parë edhe nga ajo se çfarë u prezantua në këtë konferencë të përbashkët për shtyp mes SPAK-ut, por edhe antimafias italiane. Për më tepër ne do të jemi në këtë moment me kolegen Bleona Sar në një raportim të drejtë për drejtë.
Vlona, të përshëndes, një operacion tejet i suksesshëm me ka konsideruar vetë Altin Dumani gjithë bashkëpunimi, por edhe rezultatet e tija. Mund na sqarosh pak më tepër të lutem se si ka funksionuar ky grup kriminal dhe se si prokurorët, qoftë ata shqiptar, por edhe italian, ranë në gjurmët e tyre. Po, Fabiola, në fakt ka qenë edhe një konferencë e cila është mbajtur mes SPAK-ut të prokurorëve çështjes, por edhe atyre të italianëve, pra antimafjes italiane, e cila ka qenë, le të themi, le ta cilësojmë një mega operacion, pasi i tillë është, kemi të bëjmë me 52 urdhër arreste, të cilat janë lëshuar në bashkëpunim mes dy autoriteteve, ndërkohë që sa i takon ekzekutimeve kemi të bëjmë me 42 prej tyre, pra 42 persona janë tashmë të arrestuar, ndërkohë që nga këto urdhër arreste 29 janë lëshuar vetëm në Shqipëri, ndërkohë që vlera e trafikut të drogës, e cila është le themi sekuestruar gjatë këtij operacioni, arrin shifrat e 7 milion eurove, Fabiola, por gjithashtu edhe e pasurive tjera që janë sekuestruar. Sa i takon edhe të gjithë këtij hetimi, le themi, SPAK-u thotë në fakt vetë Altin Dumani theksoi se janë të dokumentuara mbi 40 episode të trafikut të lëndëve narkotike dhe e gjithë vlera e pasurive të sekuestruara për llogaritet në 7 milion euro. Gjithashtu edhe Vladimir Mara, i cili ishte një prej prokurorëve të çështjes. Ndërkohë që ata kanë arritur që të bien në gjurmët e tyre përmes mesazheve në Sky SSE, ku është zbardhur skema e plotë e veprimtarisë kriminale përmes komunikimeve pra në platformën Sky SSE, e cila gjithashtu ka qenë shumë e rëndësishme se takon këtyre hetimeve. Ndërkohë që gjithashtu edhe kryeprokurori i Barit Roberto Rossi, i cili dha detaje për këtë operacion, theksoi gjithashtu edhe prokurorët tjerë çështjes, theksuan se ka pasur pra përgjime fillimisht nga komunikimet në Sky SSE, por gjithashtu edhe disa shënime ku mbaheshin pra përmes antarëve të këtyre grupeve kriminale, përfshirë jo vetëm në Shqipëri dhe Itali, por dhe në shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, ku mbani shnime me fletore, pra shnime në për mesjolapse fletore, ku janë gjetur pra të shënuar dhe shumat e parave që dërgoheshin dhe merreshin, por gjithashtu edhe stemat, le të themi, që përdoreshin apo logot e ndryshme që përdoreshin për të kamufluar, kështu edhe sasitë e lëndëve narkotike, që kanë qenë të forta, kryesisht kokainë dhe heroinë. Ndërkohë që një hap tjetër i rëndësishëm thuhet paktën nga prokurorët të dyja palëve, pra dhe atyre italiane dhe këtyre shqiptare, ka qenë gjithashtu edhe rrjeta e përgjimeve të komunikimeve celulare, fotografive të cilat antarë të grupeve kriminale kanë shkëmbyer me njëri tjetrin dhe gjurmë të cilat kanë lënë pas, duke bërë kështu që SPAK-u, por edhe antimafja e Barit në Itali të mund të siguroj prova për këtë operacion të cilësuar shumë të madh, në fakt i tillë është për shkak se ka të paktën 52 urdhër arreste të lëshuara, 42 prej tyre tashmë të ekzekutuar, pra 42 persona janë në pranga. Sa i përket vlerës ose më saktë aseteve që janë sekuestruar, Valbona, ka patur disa sekuestrime të bizneseve në Shqipëri apo jo? Po, e vërtet. Në fakt, fillimisht do doja që të përmendja edhe personave të cilët janë sekuestruar këto pasuri, Fabiola, burimet, por edhe tashmë të konfirmuara edhe nga vetë prokurorët, cilët patën edhe deklaratën për shtyp. Në fakt e kemi mësuar dhe kemi raportuar edhe më herët se është lëshuar urdhër arrest dhe për Ervis Doçin, Nipi Xhedet Troplinit, i dënuar në fakt për kultivim dhe trafikim të lëndëve narkotike, i njohur në Durrës edhe si Visi i Pojës. Është një personazh i njohur për drejtsinë dhe policinë shqiptare, ndërkohë që urdhër arreste janë lëshuar edhe për administratorin e një kompanie udhëtimi ku bëheshin këto, le të themi, këto dërgesa. Nga ana tjetër ka pasur sekuestrim të 3 restoranteve në Durrës, që dyshohet se u përket pikërisht personave që përmenda më herët. Ka pasur sekuestrim të një bar kafeje, 6 shoqërive tregtare dhe një televizioni i cili është sekuestruar në qendër të Vlorës. Të paktën këto janë subjekte të cilat janë sekuestruar nga ana e SPAK-ut, por edhe lënda narkotike, le të themi, siç e thash dhe ri theksoj, ka qenë kryesisht atyre të fortave, pra kokainë dhe heroin, kanë qenë pra një vlerë e cila kap shifrat e 7 milion eurove, pra një shifër shumë e madhe e trafikimit të lëndëve narkotike, jo vetëm Shqipëri, Itali, anasjellë tash, por edhe disa shtete të tjera të Bashkimit Evropian, ku ka pasur role të ndara këta organizatorë të grupeve kriminale. Dhe midis 42 personave ku është ekzekutuar edhe urdhri i arrestit, Bleona, a ka patur zyrtar të përfshirë
efektiv policie? Po, Fabiola, në fakt ne kemi raportuar edhe me burime më herët se kemi të bëjmë me 2 efektiv policie, njëri për tyre në fakt i larguar nga ratë e strukturës më herët, ndërkohë që një efektiv tjetër është kapur në portin e Durrësit, pa ka pasur një rol të rëndësishëm në kalimin e autobusëve, pra ku bëhej linja e autobusëve ku bëhej dhe transportimi i lëndëve narkotike, por edhe shumave shumë të mëdha të parave. Gjithashtu kemi të bëjmë edhe me një avokat i cili ka pasur në fakt në mbrojtje disa persona të botës së krimit, paktën nga informacionet që kemi mundur sigurojnë për ABC News, por edhe disa persona të shpallur në kërkim. Në fakt, në rastin e avokatit edhe vetë prokurori Vladimir Mara ka theksuar gjatë deklaratës, cilët dhe kemi përcjell live në ABC News, se ka pasur të paktën 4 episode të ushtrimit dhe ndikimit të palishëm në raport me personat që mbronte apo i kishte si klient, duke qenë se ishte avokat. Por ka dhe persona të tjerë të përfshirë, cilët edhe sipas le të themi nën kuptimeve në fjalën e prokurorëve, por edhe vetë kryeprokurorit Altin Dumani, duke qenë se kemi ende 10 urdhë arreste të pa ekzekutuara, do duhet që të presim hetimet sepse janë ende në vijim, paktën për personat e pa arrestuar deri më tani. Por patjetër ka pasur edhe zyrtar efektiv policie të cilët kanë pasur një rol shumë të rëndësishëm, por edhe një fakt i rëndësishëm, Fabiola, cilën e theksuan edhe ata, ishte që nuk kemi të bëjmë pra me një korrupsion të niveleve shumë të larta deri tek drejtësia. Pra nuk ka autoritetet shqiptare, pra drejtësia nuk ka pasur një raport, le të themi, apo një lidhje sa takon këtyre hetimeve, të cilat janë zbuluar prej shumë viteve në hetim. Kuptoj, mirë Bleona, të falenderoj për këtë raportim dhe informacionin që përsolla. Një sasi lënde eksplozive u gjetë mbrëm në Durrës, policia dhe forcat gjenjere bën shpërthim të kontrolluar të lëndës plasëse. Për këtë ngjarje policia tha se ka nisur hetimet. Ndjekim materialin. Një sasi tritoli rreth 70 gram u gjetë mbrëmjen e së martës në qytetin e Durrësit, ndërsa pak pas mesnatës u krye shpërthimi i kontrolluar nga forcat gjenjere. Kalimtar të rastësishëm informuan policinë vendore pasi pan lëndën e dyshimt në zonën e frekuentuar të Velierës, pikërisht te shkallët e saj, e lënë në rrugë nga persona të pa identifikuar dhe rrethana të paqarta. Sasia e eksplozivit u shpërthye në mënyrë të kontrolluar, ndërsa policia e Durrësit njoftoi zyrtarisht se njësia antieksplozive Reneas kreu veprimet për aktivizimin e pakos, e cila ishte e lidhur me një celular të ngjitur me natriban. Zona u rrethua nga forcat e policisë në vendngjarje, duke krijuar perimetër sigurie. Hetimet për këtë çështje vazhdojnë, pasi mbetet mister se si përfundoi kjo sasi lënde plasëse dhe kush ishte shënjestra për shpërthimin. Policia mori masa për lagjen numër 1, 2 dhe 4 të qytetit bregdetar me anë të perimetrit të sigurisë për të mbajtur nën kontroll situatën që krijoi jo pak panik tek banorët. Blut e Durrësit kanë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonë për të bërë të mundur identifikimin dhe kapjen e autorëve që vendosën lëndën eksplozive. Optimist për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030, kryeministri Rama thosë se qeveria e tij është e gatshme të përmbushë të gjitha detyrimet. Në intervistë për televizionin austriak ORF, Rama e konsideroi procesin e antarësimit një mundësi historike, ndërsa tha se Shqipëria ka punuar në përafrimin me legjislacionin evropian. Kreu i qeverisë theksoi se lufta në Ukrainë ka ndryshuar qëndrimin e Bashkimit Evropian, duke synuar zgjerimin drejt Ballkanit Perëndimor. Kryeministri Edi Rama është i bindur se antarësimi në Bashkimin Evropian është një mundësi historike që nuk do të zgjasë përgjithmonë. Në një intervistë për një media austriake, shefi i qeverisë tha se vendi ynë ka bërë përparim në përafrimin e legjislacionit me Unionin. Kemi në përdorim edhe inteligjencën artificiale, e cila përshpejton transferimin e ligjeve të Bashkimit Evropian dhe të ashtu quajturës acquis communautaire në sistemin ton ligjor. Procesi i antarësimit është një mundësi historike, por nuk është një mundësi që do të zgjasë përgjithmonë nëse nuk jemi në gjendje të përmbushim kërkesat. Rama tha se procesi nuk është automatik dhe varet nga gatishmëria e vendeve kandidate për të qenë pjesë e familjes europiane. Unë besoj se sot duhet të përqendrohemi në përmbushjen e angazhimeve tona. Nuk duhet të mendojmë për ndeshjen e radhës, por për atë që po luajmë aktualisht, dhe kjo lojë ka të bëjë me përmbushjen e të gjitha angazhimeve tona për të përfunduar negociatat. Ulja e Shqipërisë, si e barabartë në tryezën e Bashkimit Evropian, tha Rama, është i vetmi plan për 4 vitet e ardhshme. Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama ka falendëruar të gjithë kandidatët e Partisë Socialiste që fituan një mandat deputetit, duke i uruar për misionin e tyre si ligjvënës në legjislaturën e re. Pas përfundimit të zgjedhjeve, Rama falenderoi edhe strukturat socialiste që punuan në terren për fitoren e mandatit të 4.
Edi Rama i është drejtuar me një mesazh falënderimi kandidatëve dhe strukturave të partisë pas fitores historike që socialistët arritën më 11 maj. Jo vetëm kandidatët të cilët siguruan një vend në kuvendin e ardhshëm, por krye socialisti shprehu mirënjohjen për të gjithë ata të cilët dolën në terren për të punuar për rezultatin e përbashkët, që siç thot ai, do të mbetet në historinë politike të Shqipërisë. Dua t'i përgëzoj shumë përzemërsisht të gjithë ata dhe ato që në fushën e hapur të betejës u përpoqen me të gjithë forcat e tyre dhe u bën fuqi e shtuar e Partisë Socialiste në çdo territor. Urime me gjithë zemër për ata e ato që ja dolën të hyjnë në ekipin e legjislaturës së ardhshme. Një falënderim Rama e kishte edhe për kandidatët të cilët nuk arritën të siguronin një ulse në kuvend. Sipas kryesocialistit, kontributi i tyre mbetet thelbësor në sfidat e ardhshme me në krye antarësimin në Bashkimin Evropian. Të gjithë atyre që s'ja dolën u them shumë sinqerisht se duhet të jenë jo vetëm krenar për pjesën e tyre të çmuar në fitoren e Partisë Socialiste, por edhe të bindur se në rrugën që vazhdon me super sfidën historike të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kontributi i tyre do të jetë shumë i nevojshëm. Prandaj kokën lart të gjithë bashk motra e vëllezër, këtu nuk ka humbës, por vetëm fitues. Në 11 maj, Partia Socialiste mori mbështetjen e mbi 700.000 shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit, duke siguruar 83 karrike në parlamentin e ri. Ky rezultat i jep mundësinë Edi Ramës dhe shumicës parlamentare të çojë përpara ligje që kërkojnë shumicë të cilësuar apo ndryshime kushtetuese, pa patur nevojë të bëjë negociata me Sali Berishën, i cili në këtë zgjedhje nuk mori më shumë se 50 mandate bashkë me aleatët. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju kujtoj të klikoni në webin tonë abcnews.al për të tjera zhvillime në radio, na gjeni në frekuencat 105 FM. Me kolegin Rovena Neziri do t'jeni pas pak. Qëndroni me ABC.